Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe lideri i nismës social-demokrate Fatmir Limaj kanë zhvilluar një takim të premte në një restorant të kryeqytetit, ku diskutuan për mundësinë e krijimit të një koalicioni të ri qeveritar. Sipas burimeve të Kanalit 10, Kurti shpreu gatishmërinë për bashkëpunim me 3 deputetët e nismës, duke theksuar se këto mandate i duhen për të formuar qeverinë pas rezultateve preliminare të zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Në zgjedhjet e fundit, nisma në koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës arriti të sigurojë 3 mandate. Kjo i jep nismës një rol kyç në formimin e shumicës parlamentare, duke qenë se Lëvizja Vetëvendosje ka nevojë për këto vota për të arritur shumicën e nevojshme. Limaj ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje, duke theksuar se interesi kombëtar është mbi çdo ndasi politike. Ai ka deklaruar se është i gatshëm të ndihmojë kryeministrin në detyrë Albin Kurti për të mirën e Kosovës. Megjithatë, ky qëndrim i Fatmir Limajt ka ngjallur reagime brenda koalicionit AAK-Nisma. Kryetari i AAK-s, Ramush Haradinaj, ka shprehur shqetësimin për deklaratën e Limajt, duke theksuar se kjo mund të krijojë konfuzion dhe abi brenda koalicionit. Haradinaj ka theksuar se qytetarët e Kosovës janë lënë vetëm dhe po luftohen nga ata që duhet i mbronin, duke sugjeruar se ky koalicion është krijuar për të ndryshuar këtë gjendje. Nga ana tjetër, deputetja e rizgjedhur e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbëresh Kryeziu Hyseni, ka theksuar se është ende herët për të komentuar mbi formimin e një koalicioni me nismën. Analistët politik vlerësojnë se një koalicion mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe nismës mund të jetë i vështirë për t'u realizuar, duke pasur parasysh historikun e marrëdhënieve mes dy liderëve dhe partitë përkatëse. Sidoqoftë, ata theksojnë se një bashkëpunim i tillë mund të sjellë stabilitet politik në Kosovë, nëse fokusohet në realizimin e programeve konkrete për zhvillimin e vendit. Në përfundim, takimi mes Kurtit dhe Limajt tregon gatishmërinë për të eksploruar mundësitë e bashkëpunimit qeverisës, por gjithashtu nxjerr në pas sfidat dhe kompleksitetet e skenës politike kosovare. Do të jetë interesante të shihet se si do të zhvillohen negociatat në ditët në vijim dhe nëse do të arrihet një marrëveshje për formimin e qeverisë së re para 15 prillit, data që është caktuar nga presidentja Vjosa Osmani për konstituimin e kuvendit të ri.